Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Falënderimet i takojnë Allahut Madhëreshëm, i cili na dhuroi muajin e shenjtë Ramazanit si mundësi pastrimi, afërsie dhe përmirësimi. Paqja, bekimet dhe mëshira e Zotit qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, lejoni fillimisht t'ju uroj muajin e shenjtë Ramazanit me shpresën dhe dëshirën dhe lutjen që Zoti na i pranoj agjërimin dhe çdo punë të mirë. Do të mundohemi sot të flasim mbi atë e cila është esenca e agjërimit, e që ka të bëjë me qëllimin e këtij muaji shenjtë Ramazanit, gjithsesi pse Zoti i Madhëreshëm e zgjodhi pikërisht muajin e shenjtë Ramazanit dhe agjërimin e të dhe të qatë Zotin përmes tij. Natyrisht Allahu i Madhëreshëm në ajetin që na obligon agjërimin, në fundin e këtij ajeti na drejtohet duke na thënë la'allekum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Domethënë, ky është koncepti madhor mbi cilin Zoti i Madhëreshëm na zbriti obligueshmërinë e agjërimit, në mënyrë që ne të bëhemi të devotshëm. Ky është mesazhi kulminant me cilin Zoti i Madhëreshëm na obligoi dhe na thirrri nëpërmjet agjërimit. Natyrisht, devotshmëria nuk është vetëm një ndjenjë, por është gjendje e zemrës, e cila reflekton në sjelljen, në mendimet dhe në veprimet tona. Ramazani është shkolla më e fuqishme e cila e ngrit dhe e forcon këtë devotshmëri. Së pari, dashur vëllezër dhe motra, agjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija. Kushdo që e koncepton dhe kupton kështu ka gabuar shumë. Të ushqyerit dhe pija është vetëm një pjesë e vogël fizike cilën e shohin njerëzit kur neve ndërpritemi. Por në esencë, agjërimi ka të bëjë me diçka shumë më madhore. Ka të bëjë me vetë edukimin e gjuhës, zemrës dhe sjelljes tonë. Ashtu qysh vetë pejgamberi jon i dashur na ka treguar në hadithin e tij duke na thënë, kush nuk e lë fjalën e pavërtetë dhe veprimin sipas saj, Allahu nuk ka nevojë për agjërimin e atij njeriu. Domethënë, me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që qëllimi i agjërimit nuk është ne vetë mbetemi të uritur dhe të etur, mirë po agjërimi tek ne tregon dhe ndërton ashtu siç neve i themi jo asaj që Zoti në esencë na ka leju, ti themi jo edhe gjunohet dhe asaj që Zoti na ka ndalu. Pika tjetër, dashur vëllezër dhe motra, është zgjedhja e Allahut për te i dëshirave tona personale. Dhe natyrisht, gjatë Ramazanit, neve përballemi me gjërat në esencë të lejuara dhe domosdoshme, siç është ushqimi dhe pija. Por neve, për një periudhë kohore, prej syfyrit deri në iftar, i themi vetes nuk ka ushqim dhe pije për ty derisa të vijë koha e iftarit. Përkënd, për hir të Zotit Madhëreshëm. Dhe ashtu, siç e kemi këtë forcë dhe fuqi që neve të themi vetes ndalov prej të lejueshmes për një pjesë të kohës, ashtu duhet i themi vetes stop, ndalo për një periudhë jo, por për gjithë jetën tonë, haramit dhe asaj që Zoti i Madhëreshëm e ka ndaluar. Nga këtu dalëm tek një ngjarje e bukur dhe nëpërmes saj do të mundohemi të tregojmë se si ndërton agjërimi devotshmërinë dhe atë që është e bukur. Tregohet për dietarin e njohur Ibrahim ibn Adham. Një ditë prej ditëve të Ramazanit, Ibrahim ibn Adham nuk agjërante, e kishte prish agjërimin e tij. Dhe kjo për shkak të smundjes së tij. Dhe një njeri kur e pa Ibrahimin që ai nuk po agjërante, ju drejtu tha: "O Ibrahim, ti nuk je duke agjëruar?" Dhe Ibrahimi ju përgjigj atij thot: "Sot jam i semur o vëlla, prandaj edhe Zoti më ka leju që mos agjëroj." Dhe ky person me ironi fillon dhe i thot: "O Ibrahim, ma herëton ty të pash duke folë diçka jo të mirë, përse këtë pjesë agjërimit nuk e ruan?" Atëherë Ibrahimi ibn Adham, ky dietar i madh, ju drejtua këtij personi me urtësi dhe butësi të madhe duke i thënë: "Vëllai dashur, kur unë e kam lënë ushqimin, i kam bërë dëm vetëm trupit tim, ndërsa kur ti nuk e lë gjuhën tënde, ti nuk e lën diçka e cila e dëmton zemrën tuaj." Dhe shtoi Ibrahim ibn Adhemi duke i thënë: "Agjërimi i vërtet është agjërimi i zemrës, i gjuhës dhe i syrit. Nëse këto nuk agjërojnë, atëherë lënia e ushqimit është vetëm pjesa më e lehtë."
Dhe prej këtu dashur vëllezër, nga kjo ngjarje mësojmë që vërtet agjerimi i vërtet i personit është kur ai agjeron nëpërmes gjymtyrëve të tij. Dhe prej këtu arrim tek një prej disciplinave më madhore e që ka të bëjë me edukimin e vetë gjymtyrëve tona. Kur flasim për syrin ton, agjeruesi nuk ka të drejtë që gjatë Ramazanit ti lejoj syrit ti të shikoj ato që Zoti ka ndaluar. Dhe nëpërmes kësaj, kur neve syrit ton i japum edukimin e duhur që ai nuk guxon shikoj çka Zoti ka ndaluar, atëherë neve ngrisim devotshmërinë tonë. Ashtu siç kanë thënë të meqërit, syri është drejtori i zemrës. Nëse atoj i dhajmë hapësirë dhe hapim që të shohë gjithçka, e dëmtojmë zemrën tonë. Pastaj gjuha jonë, gjuha e agjeruesit, gjithsesi duhet të jetë edukuar dhe të jetë ajo e cila duhet di se çfarë nxjerr, çfarë flet gjatë agjerimit. Ashtu që ka thënë pejgamberi jon i dashur alayhi salatu wassalam, nëse dikush prej jush agjeron, le t'i lërë marrëdhëniet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shon e fyen atë, apo dëshiron të rrihet, le t'i thot atij, unë jam agjerueshëm. Prandaj, edhe gjuha jon le të jetë gjuhë e cila është e ndaluar që të flas, të përgojoj dhe të flas gjëra që Zoti nuk është i kënaqur me të. Dhe kulminantja e gjitha është që neve vërtet duhet të agjerojmë me atë organin që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e quajti që është diçka më madhurja dhe më edukuesja. Dhe kush është ajo? Është zemra jonë. Ashtu që është përshkruajti vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në trupin e njeriu gjendet një copë mishi. Nëse ajo është shëndosh, i gjithë trupi është i shëndosh. Nëse ajo sëmuret, atëherë i gjithë trupi sëmuret dhe kjo tha është zemra. Prandaj dashur vëllezër dhe motra, të mundohemi që në këtë Ramazan, këto ditë bekuara, ta agjerojmë jo vetëm me stomakun tonë, ta agjerojmë me gjitha gjymtyrët tona dhe mos e harroni një gjë. Ramazani nuk ka ardhur qëllim në vete. Ramazani është mjet. Po çfarë mjeti? Mjeti i cili na ndihmon neve ta ngrisim devotshmërinë tonë. Të bëhemi tamam ashtu që Zoti i Madhreshëm na përshkruajti në ajet, la'allekum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni devotshëm. E lutim Zotin e Madhreshëm vërtet të ditë bekuara të këtij muaji të na ngrisin devotshmërinë tonë. E lutim Zotin agjerimin e këtyre ditëve dhe ditëve në vazhdim na bëj prej të pranueshmeve. Inshallah Zoti i Madhreshëm na gradon xhenetet e tij. Zoti ju shpërblet gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.